Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Perëndin e falenderon çdo gjë në qiell dhe çdo gjë në tokë. Ai është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Ai është që i ka dëbuar për herët e parë prej shtëpive të tyre, ata të cilët nuk kanë besuar librin, ju nuk jeni menduar se ata do të shkojnë, kurse ata kanë menduar se kështjellat e tyre do t'i mbrojnë nga dënimet e Perëndisë, por dënimi i Perëndisë u ka ardhur prej nga ata nuk e kanë pritur, dhe ai në zemrat e tyre ka mbjellë frikë. Ata, me duart e tyre dhe me duart e besimtarëve i kanë shkatëruar shtëpitë e veta. Prandaj, mësoni nga kjo, o ju mentor. Sikur mos ta kishte caktuar Perëndia ndjekin e tyre, ai do t'i kishte dënuar në këtë jetë, por ata në jetën tjetër i pret dënimin e zjarr. Sepse ata e kanë kundërshtuar Perëndin dhe profetin e tij. E ai që kundërshton Perëndin, Perëndia, me të vërtetë, do t'i dënojë ashpër. Ato palmë hulmesh që i keni prerë ju ose i keni lënë të qëndrojnë vertikalisht, i keni bërë me miratimin e Perëndisë dhe që ai Perëndia t'i poshtërojë nga trestar. Atë që Perëndia ja ka dhuruar kthyer prej nga trestarëve profetit e vet, e që ju nuk e keni marrë si plaçk me sulmim as të kuajve as të deve, por që Perëndia jep pushtet profetëve të vet mbi ata që ai dëshiron. Perëndia është i pushtetshëm për çdo gjë. Pasuria e mbetur e fshatrave, të cilën Perëndia ja ka dhuruar profetit e tij, u takon Perëndisë dhe profetit e tij, dhe të afërmëve të tij pejgamberit, bujakëve, të varfërve dhe udhëtarëve të rastit, në mënyrë që të mos vije prej dorës në dorë të pasanikëve tuaj, atë që ua jep profetit si shpërblim, atë merreni, e atë çka ua ndalon, lënie, dhe vuajuni mos i kundërshtoni Perëndisë, sepse Perëndia, me të vërtetë, dënon ashpër. Ajo pasuri u takon edhe emigrantëve të varfër, të cilët janë përzënë nga vendinja e tyre dhe pasurisë e tyre, të cilët dëshirojnë mirësinë dhe kënaqësinë e Perëndisë dhe ta ndihmojnë Perëndin dhe profetin e tij. Ata, me të vërtetë, janë besimtarë të sinqertë. Dhe u takon pasuria atyre që e kanë bërë Medinën me nënstrehim shtëpitë e besimit qyshme përpara emigrimit, e i duan ata që vinë në Medinë dhe në zemrat e tyre nuk ndjejnë kurfar ndihmë për atë që është dhënë atyre arracakëve, por me tepër duan të bëjnë mirë atyre se sa vetes, edhe pse madje vetë janë nevojtar. Ata që ruan nga lakmia e madhe, me siguri do të jenë fitues. Edhe ata që vinë pas tyre, thonë: O Zoti ynë, fal neve dhe vëllezërit tanë, të cilët kanë besuar para nesh dhe mos lejo që në zemrat tona të ketë asnjë të keq ndaj besimtarëve, o Zoti ynë, ti je, me të vërtetë, i mirë dhe mëshirues. A nuk po shet se si hipokritët ju thonë shokëve të vet, të cilët janë histarë të librit, e që nuk besojnë, nëse ju dëbojnë, ne do të dalim me ju dhe kurkujt, asnjëherë, nuk do t'i përulej kundër jush, e nëse ju sulmuheni, me siguri, do t'u dalim në ndihmë, Perëndia dëshmon se ata, me të vërtetë, janë gënjeshtarë. Nëse do të jenë të dëbuar, ata nuk do të shkojnë me ta, nëse do të jenë të sulmuar, ata nuk do t'i dalin në ndihmë, e nëse u dalin në ndihmë, sigurisht do të ikin dhe ata do të mbjellin pa ndihmë përgjithmonë. Ju, në zemrat e tyre jeni me të tmeshëm frikësues se sa Perëndia, nga se ata janë popull i pakuptueshëm. Ata luftojnë me ju duke qenë grumbull vetëm në vendet e fortifikuara ose pas mureve. Lufta ndërmjet tyre është e ashpër. Ti mendon se ata janë kompakt, mirë po, zemrat e tyre janë të përçara, me që ata janë njerëz që nuk mendojnë. Këta janë të ngjashëm me ata që kanë qenë pak para tyre, që e kanë shijuar dënimin e punës së tyre, ata i pret dënimi i dëmshëm. Janë të ngjashëm ata me djallin kur i thot njeriut, mos beso. E kur bëhet mohues, atëherë ai thotë, unë jam larg prej teje, unë, me të vërtetë, i frikon Perëndisë, Zotit të gjithësisë. Fundi këtyre të dyve, me të vërtetë, është qëndrimi për ershëm në zjarr, e ky është dënimi për të gjithë njerëzit e këqij. O besimtar, duajuni Perëndisë, dhe çdo njeri le të shikojë se çka përgatitur për të nisur mend, duke mos e kundërshtuar Perëndin, sepse ai di çdo gjë që punoni ju. Dhe mos u bëni si ata që duke i harruar urdhrat e Perëndisë, ai Perëndia i ka shpia ata që të harrojnë edhe vetveten, ata janë mëkatarë të vërtetë. Nuk janë të barabartë banorët e xhehenemit dhe banorët e xhenetit, banorët e xhenetit do të jenë fitues. Sikur këtë Kurani t'i ja shpallin ndonjë mali, ti do ta shije atë për ulur dhe të copëtuar nga frika e Perëndisë. Të së shëmbushur për kujt të njerëzve që të mendojnë. Ai është Perëndia, që s'ka zot tjetër përveç tij. Ai di gjërat e dukshme dhe të padukshme, ai është mëshirues dhe përdlimtar. Ai është Perëndia, që s'ka zot tjetër përveç tij, sundues, i amshueshëm, ai është i pastër nga temetat, paqdashës, ai që jep siguri, ai që mbikëqyr të gjitha, i plotfuqishëm, imponues, madhështor. Qoftë falendëruar Perëndia, ai është shumë lart nga ato që ja përshkruajnë atij. Ai është Perëndia, krijues, ai që prej asgjë krijon, ai që çdo gjë ja jep formë, ai posedon emrat më të bukur, atë falenderojnë të gjithçka ekziston në qiell dhe në tokë, ai është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm.